Defekti në tubacionin kryesor që furnizon me ujë qytetin e Vlorës është riparuar pas avarisë që la pa ujë banorët për rreth 5 ditë. Me mbërritjen e pajisjeve hidraulike nga Turqia pas mesnate, Drejtoria e Ujësjellësit të qytetit Bregdetar realizoi montimin e tubit kryesor. Prej orës 4 të mëngjesit ka nisur mbushja e depove me ujë, por Ujësjellës Kanalizime rajoni Vlorë ka njoftuar se qytetarët nuk duhet ta përdorin ujin për konsum për 48 orët në vazhdim. Ujësjellës Kanalizime rajoni Vlorë njofton qytetarët për përfundimin e riparimit të avarisë së rënë në rrjetin e furnizimit me ujë. Sistemi i prodhimit është vendosur në funksion prej orëve të para të mëngjesit. Zona 24 orëshe ka nisur furnizimin me ujë. Pjesa tjetër e qytetit do të furnizohet në orarin e pasdites. Ujësjellës Kanalizime rajoni Vlorë, në bashkëpunim me Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor, do të ndjek protokollin zyrtar për kontrollin e cilësisë së ujit dhe matjen e parametrave. Në këto kushte kërkoj mirëkuptimin tuaj që uji të përdoret vetëm për përdorim të jashtëm për 48 orët e para dhe jo për konsum dhe gatim, njofton ujësjellësi. Policia e shtetit ka paralajmëruar qytetarët për një fushat peshkimi në platformën WhatsApp, ku synohet që përmes hakerimit të merren llogaritë e qytetarëve. Sipas policisë, në aplikacion vijnë disa mesazhe që paraqiten si kërkesë për votim për çmimin e parë të një burse falas në favor të një personi të afërt me dërguesin, i cili dyshohet se mund të ketë rënë pre më parë këtij mashtrimi, duke sjellë më pas përhapjen e mesazhit te kontaktet e tij. Policia paralajmëron qytetarët të tregojnë kujdes maksimal ndaj mesazheve që ofrojnë votime, çmime apo përfitime të menjëhershme. Policia e Tiranës ka hartuar një plan masash në kuadër të festimeve për ndërrimin e viteve. Përmes një njoftimi zyrtar, Blut theksojnë se fokusi kryesor do të jetë në zonat me fluks qytetarësh, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Pashtu do të ketë pika fikse të kontrollit në hyrje dhe dalje të qytetit, si dhe shtim të patrullimeve të lëvizshme. Masat konsistojnë në shtimin e prezencës së shërbimeve policore në të gjitha zonat urbane, me fokus të veçantë në zonat me fluks qytetarësh, vendosjen e pikave fikse të kontrollit në hyrje dhe dalje të qytetit, intensifikimin e masave për monitorimin e qarkullimit rrugor, kryerjen e kontrolleve të vazhdueshme ndaj subjekteve dhe individëve që posedojnë apo shesin lëndë piroteknike, rritjen e prezencës së shërbimeve të policisë në sheshe publike, shëtitore, pedonale e të tjerë, bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacionit në kohë reale për parandalimin e ngjarjeve kriminale dhe kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim. Viti 2025 po mbyllet me shumë halle për qeverinë. Vërtet Edi Rama mori mandatin e 4, por duket se ky mandat nuk do të jetë as pak i lehtë. Kjo jo për shkak të opozitës, por për shkak të prokurorisë së posaçme. Spak gjatë vitit 2025 i ka dhënë 3 goditje fatale qeverisë. I pari ishte arrestimi i kryebashkiakut Erion Veliaj, më pas marrja e pandehure zëvendës kryeministres Balluku dhe së fundmi akuzat ndaj Akshit. Rama do të dalë para gazetarëve në konferencën e fundvitit dhe me shumë mundësi do dëgjojmë atë që kemi dëgjuar deri tani, ku do të tentojë të luajë me 2 porta, nga njëra anë siluron drejtësinë dhe nga ana tjetër mburret sa i mbështet reformën në drejtësi. Por edhe viti 2026 do të nisë me dhimbje koke për Ramon. Kryeministri dërgoi në kushtetuese vendimin e GJKK për të pezulluar nga detyra zëvendës kryeministren dhe ministren e transportit Belinda Balluku. Çështja do të shërtohet në seancë plenare më 22 janar dhe nga kjo çështje do të varet jo vetëm fati i Ballukut, por e ardhmja e luftës antikorrupsion. Avion të vishet me mister avioni dhurati Turqisë për Shqipërinë. Pamfleti ishte i pari që njoftoi se presidenca turke i ka dhuruar ushtrisë shqiptare një avion. Lajm që u konfirmua pak ditë më parë nga vetë media turke. Mediat raportonin se kompania Turkish Airlines do t'i dhurojë Shqipërisë një avion të tipit Airbus A319 me vlerë tregu rreth $11.9 milion. Mediat opozitare vendase reaguan ashpër, duke e cilësuar si një pazar mes Ramës dhe Erdoganit, pasi sipas tyre këto para mund të shkonin për popullin turk. Mirëpo ka patur një reagim nga Turkish Airlines, e cila distancohet nga pazari. Sipas gazetës së njohur turke Hürriyet, Turkish Airlines mohon që të ketë avion dhurat për Shqipërinë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka njoftuar se në qendrat komunale të numërimit ka filluar procesi numërimit të votave të kandidatëve për deputet dhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularët e plotësuar në vendvotime pas numërimit të fletvotimeve. Sipas KQZ-s deri më tani është përpunuar mbi 8% e votave, ndërsa nga të dhënat preliminare për lëvizjen vetvendosje më i votuari është kryeministri aktual Albin Kurti. Një analizë dhe independent paralajmëron se bota po hyn në një fazë delikate, ku disa vatra gjeopolitike janë veçanërisht të ndjeshme ndaj përshkallëzimit. Nuk flitet për një luftë klasike si ato të shekullit të 20, por për konflikte të reja, hibride, me rreziqe të mëdha dhe shpesh të padukshme. Vendet baltike konsiderohen pika më e rrezikshme për një përballje të drejtë për drejtë me Rusinë.
Amerika e Jugut, veçanërisht Venezuela, përbën rrezikun e dytë. Lindja e mesme Sudani dhe brirja e Afrikës mbeten një fitil i ndezur. Në Azinë Jugore, tensionet mes Indisë dhe Pakistanit për Kashmirin vazhdojnë, të ndërlidhura me Afganistanin dhe rivalitetin e Indisë me Kinën. Analiza thekson edhe kërcënimet e padukshme, sulmet kibernetike, dezinformimin dhe rrezikun e armëve biologjike dhe kimike. Kompania që qëndron pas ChatGPT, OpenAI, ka shpallur një vend vakant me pagë vjetore prej $555.000 i shoqëruar me një përshkrim detyre që sipas vëzhguesve do ta vinte në vështirësi edhe një gjeni. Pozicioni i quajtur drejtori i përgatitjes, Head of Preparedness, konsiderohet jashtëzakonisht sfidues, pasi personi i përzgjedhur do të jetë drejt për drejt përgjegjës për mbrojtje nga rreziqet që lidhen me inteligjencën artificiale, gjithnjë më të fuqishme, përfshirë ndikimet në shëndetin mendor të njerëzve, sigurinë kibernetike dhe rrezikun e përdorimit për armë biologjike. Sfidat shtohen edhe nga frika e disa ekspertëve se sistemet e avancuara të inteligjencës artificiale mund të arrijnë të trajnohen vetë dhe potencialisht të veprojnë në mënyra që bien ndesh me interesat njerëzore.